unë I qëndroj besnike këngës popullore shqipe, edhe pse kam këndu edhe këngë të lehta e zbavitse, kam qenë pjesëmarrëse në festivalin të Vëshën, në festivalin e 33, tash nuk e di sa është diku po 94-ën, po unë I qëndroj besnike këngës shqipe. Se me te na për shembull e kanë bo, si thonë pak më herët, e këndojnë shqip, po pa ja bo do finesa, do menzjera, mu konë ma jenë, ma sërbisht, ma turqisht, ma... E te unë nuk është ajo. Ai balkanizmi I Po, përgjithshëm. te unë nuk është, unë do këtë që edhe më madhon një këngë turqisht, unë e nxjerrje e bëj shqip. Se ndoshta edhe jom rrit me atë melos. Në ato këngë popullore me... Kam dëgju shumë, s'paku jom rrit me Fitnete Regjen, me Nexhmije Pagarushën, me këngëtarë të kalibrit. Që kanë lënë shumë këngë të bukura të shkëlqyeshme. Të asaj kohë që edhe sot normalisht I dëgjojmë e kënaqemi me to. Apo të problem me gjithë një kompozitor I cili e realizon ashtu qysh ke nevojë dhe qysh ke pas nevojë me qenë këngë. Po gati edhe ata që e bojnë këngën e din çka, për shembull, çka më shkon edhe cila këngë përshtatet, që nuk dal për tej asaj. Edhe nuk ka qenë e vështirë, për shembull, këngën e re tash që është bo Një jetë, është një këngë që e ka bo Dritë Ro Shaqiri, një Po, e kemi nga Gjilani më duhet. Po, dhe ajo është kolegi imi, bashkëvendasi imi, e falenderoj shumë për këtë këngë, edhe për tekstin që e ka bo Nimani, edhe për këto Agron Nimani, më falë, edhe këto e falenderoj shumë, që nuk është tekstin se kom bohën. Për pos që I kam ndërhy, ndoshta diku, po, se nuk e kam bohën tekstin. Ishin disa vargje ndërthurje të emrave të fëmijëve. Unë sa mujta me kuptu. Më thonë, a është kjo pikërisht ajo pjesë që keni dashur me qenë emrat e fëmijëve aty? Jo, ka qenë kënga kështu, po mendoj. Ata ndoshta e ka... Ai që e ka shkru këngën, Agroni, e ka dediku. Është vërtet që ka menu, se pak emnat janë karakteristik pak ma të veçantë. Kënga, Loti, Lumi, edhe Mimasi nuk e kishti, veç për Mimasin kom ndërhy. Po se e vrejta aty brenda këngës. E veç te Mimasi kom ndërhy, se nuk kom dash me anashkalue. Edhe emër shumë interesant, edhe Mimasi. Po është emër Planeti. Po. Edhe është emër që pëlqehet. Është një lloj guximi kur përdor emra të tillë, sepse na shpesh kemi diskutuar, thonë, na vendosin për fëmijët për të ardhmen e tyre, në farë forme, qysh ja lojmë emrin, e gjana tjera, qysh I rrisim, edhe në këtë rast, po, Mimasi emër shumë I veçantë. Po, Mimas është vlloi lutës që ka lënë emrin. Isha shtatzane, më tha, kam dëshirë, kur tha s'kom lënë emrin dikujt. Edhe unë thash, po pse jo, e ki rastin me lënë. Në fillim s'm ka pëlqy heq. Tash e lash qikën pa emën. E shret? Një 2 muj, përse për para s'kemi pas as telefon me email. Po më thot luta, nëse s'të pëlqen, tha dhaj, ka thonë mos ja lëni. Po është emër Planeti, Mimas, nuk më tingloj ke kur qysh. Të isha asë s'ka se na janë Mimase, ose pa jam një prapashtez, diçka me shkronjat e zanore, mu do këtë që së shqip, së kështu, po me kalim të kohës mësum. Edhe është emër një... Po edhe për Lotinën, edhe interesant, edhe të kjo emër është pak, kër e propozoj luta, edhe aty në fillim kisha pak dilema. Po se pak një farë lloj dhëmshëria, po dhe Kalin ka fillu, do me thonë krejt Shtatzania më ka shku me lot, se ka qenë luta në Burg në atë periudhë, edhe u konë pak një periudhë e kom pas shumë të rëndë.